Në mungesë fizike, por jo politike, emri i zëvendës kryeministres Belinda Balluku mbizotroi në seancën plenare të ditës së njëjtë. Opozita kishte hyrë e përgatitur në sallë me pankarta dhe deklarata që shëgjetonin numrin 2 të qeverisë, tashmë të pandehur nga prokuroria e posaçme për çështjen e ndërtimit të tunelit të Llogaras, që në hapje të seancës deputetët opozitar kërkuan prezencën e Ballukut për t'u përballur publikisht dhe për të dhënë shpjegime mbi akuzat për abuzim me fondet publike. Dhe këtë e pat dhe në përgjime, se si Belinda Balluku merrte në telefon dhe thoshte ktheu komisionit dhe anulloje procedurën. Fol me turqit, fol me këtë e me atë, ta shpallim nesër. Këtu në këtë vend, në narko shtet bëhen narko tendra, nuk funksionojnë procedurat. Belinda Balluku ka sot mundësinë, thot vërtetën, se nga kush i erdhi urdhri. Dhe ju, të gjithë, në qoftë se nuk i referoheni fakteve dhe historisë, të gjithë do të bashkoheni te këto pranga. Njësoj si shumë kolegë tuaj. Në sallën e kuvendit, tensioni u rrit me kalimin e minutave. Pankartat dhe mbishkrimet kundër zëvendës kryeministres u ngritën në disa prej karrikeve të opozitës, ndërsa kryedemokrati Sali Berisha, pas vendosjes së fotos së saj, e komentoi me tone të ashpra. Ai akuzoi Ballukun për shkelje të barazisë në tendera dhe për fshirje në një aferë që sipas tij tregon dështimin moral të qeverisë. Ku e keni ju zëvendës kryeministren tuaj, drejtuese politike të 10 qarqeve? Pse nuk e keni këtu të bëj interpelancën? Pse nuk e keni këtu të japi llogari shqiptarëve se ku janë paratë e tyre? Këto paratë e buxhetit shtetit që ju doni t'i kaloni. Halli dihet, sepse nëse zonja Balluku vjen në sallë, gjë e parë që do pyetet është kush është personi ... Kush është që kërcënon atë, sepse ka një dosje të prokurorisë posaçme. Në anën tjetër, mazhoranca përpiq të shuante debatin politik për një çështje që tashmë është në hetim. Kryetari i kuvendit Niko Peleshi mbrojti qëndrimin institucional të socialistëve duke theksuar për aq kohë sa procedurat ndodhen në SPA, kuvendi nuk do të ndërhyjë apo të marrë rolin e drejtësisë. Jam unë që kam quajtur lubi, askush tjetër, dhe nuk ja heq atë. Por çfarë tregojnë ato mesazhe? Ato mesazhe tregojnë njërin terror. Nuk shtoj veprimet e saj me këtë, por nuk mund të mohohet se mesazhet faktojnë terrorin që ka ajo në detyrë për të përmbushur atë porosi. Nuk e shet njeriu veten në atë mënyrë, siç bën kjo, por e bën për shkak të Edi Ramës, se janë porosi të prera e proret e Edi Ramës. Opozita megjithatë paralajmëroi se do të vazhdojë presionin politik për një përballje direkte me Ballukun në kuvend, ndërsa socialistët mbeten të rezervuar deri në përfundim të hetimeve. Për momentin, çështja Balluku mbetet një nga temat më të nxehta në skenën politike, që pritet të ndikojë edhe në dinamikën e marrëdhënieve mes qeverisë dhe SPAK-ut në javët në vijim.